Në Dobreqe zhvilloi takimin e rallës elektoral kandidati për deputet i Partisë Demokratike Qarku Shkodër Bart Spahia. Duke prezantuar programin e kësaj force politike, ai tha se 11 maj është dita e një misioni kombëtar që do të sjellë ndryshimin e kësaj situate të rëndë që po kalon vendi prej 12 vitesh. Kandidati Spahia shpreh bindjen se rezultati i zgjedhjeve do të jetë surprizë e bukur për Partinë Demokratike, prandaj ftoi qytetarët të bëhen pjesë e këtij ndryshimi dhe fitores së madhe. Një pushtet i cili ndoshta më shumë se kudo tjetër në Shqipëri, në Shkodër e ka të regu modelin e vetë të bazum mi korupcion, mi krim të organizum, e mi shtërëngim lakut në fyt për qytetarët e ndershëm e punëtor të këtij vendi. Është një situatë alarmante që nuk kërkon ma thjesht dhe vetëm denoncim, kërkon reagim. Dhe rastin më të mirë për me reagu e kena nëpërmjet votës tonë me 11 maj. Është mision kombëtar, nuk është ma detyrim qytetar, si që është në çdo vend të lirë të botës. Tek ne është mision kombëtar me i dhënë përgjigjen nëpërmjet votës një qeverie krejtësisht pa përgjeshme. Një qeverie që i përfundojnë ministrat një herë në muj në burg nga një ministër, por që kryeministrit nuk i shkon mend me reagu ose me dhënë tërheqje as bëhet fjalë. Unë kam bindjen absolute që do të ketë surprizë pozitive për Partinë Demokratike. E lexoj në çdo reagim qytetar, në çdo kontakt që kena me qytetarët, frymen e domosdoshmërisë për ndryshim. Le të bëhemi zani i këtij ndryshimi, le të bëhemi pjesë e këtij ndryshimi. Me 11 maj të bindur se fitoria do të jetë e jona, fitoria do të jetë e Partisë Demokratike, e qytetarëve të lirë të ndershëm të vendit. Më herët përmes një video mesazhi, ai përcolli një mesazh të veçantë diasporës e cila ka nisur tashmë votimet. Adheu sot ka nevojë më shumë se kurrë për ju. Vota juaj është shërbimi më i madh që mund të bëni vendit tuaj. Në një kohë ku Shqipëria, vendi ynë, është zhytur në krim dhe korrupsion, zëri juaj është zëri i shpresës së madhe që presin gjithë shqiptarët. Të dashur miq, le të bëhemi pjesë e këtij ndryshimi nëpërmjet votës për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Le të bëhemi bashkë për të ndryshuar një realitet të zymë që ka kapluar vendin tash 12 vite. Le të japim shpresë për të ardhmen familjeve tona, fëmijëve tanë, vendit tonë. Të gjithë bashkë me 11 maj të bëhemi pjesë e ndryshimit të madh. Le të votojmë numri 1 Partinë Demokratike me 11 maj, ditën e ndryshimit të madh që presin gjithë shqiptarët. Në takimet elektorale kandidati Spahia shoqërohej nga drejtuesi politik Luciano Boçi si dhe kandidatët për deputet.